A është smun është bidon? Tash i dëgjum dy polt, pozitën dhe opozitën, tash shumë po hinë mes, pak më objektiv. Okej. Nëse më i me thonë, për fillim vetëm një, ajo është që për një marrëveshje politike nevojitën s'paku dy palë. Njëra palë nuk mund të bëj marrëveshje politike vetë. Kështu që mendoj që përgjithësia është e palëve që të arrit një marrëveshje. Fakti që s'ka marrëveshje, mendoj që për mua s'paku ka qenë shumë i qartë tash e 2 muaj, në momentin kur është bërë ndarja mes Zotit Kurti e Zonjës Osmani, kam qenë mëse i sigur që nuk ka asnjë gjas të zgjidhet presidenti. Pasi që mendoj që vetmja mundësi që të zgjidhej presidenti ishte Zonja Osmani, pasi që edhe pse i kemi pas 2 ose 3 deputet të LDK-s që publikisht kishin deklaruar që nuk përkrajnë kandidaturën e saj për presidente, njëjtit kanë qenë edhe ata në vitin 2021 që kanë thënë njëjtë deklaratë, mirë kanë nejtë në salë. Kështu që pritshmëritë e mia kanë qenë që sikur Zonja Osmani të kandidoj prap nga lëvizje vendosje, dhe pse s'është pjesë e lëvizje vendosje, ajo do të ishte një tejkalimi i krizës. Mirë po, në momentin kur u bëj ndarje, partitë opozitare s'kan pas asnjë logjik të arsyeshme pse duhet të arrihet një marrëveshje kompromisi me qeverinë për të zgjedhur presidentin, pasi që ata tashmë është e qartë që e vetmja mënyrë për të ndryshuar diçka është për zgjedhje. Shumë e thjeshtë. Kështu që i vetmi sen që ka mungu në aspektin opozitës është pse kanë insistuar që duan marrëveshje kur s'kan desh. Në anën tjetër edhe Zoti Kurti mendoj që në fillim ndoshta s'ka desh marrëveshja asaj, s'paku me veprimet e tij ka treguar që nuk është shumë entuziast për një marrëveshje me partitë opozitare. Tek mendoj në 10 ditë e fundit ose në javën e fundit para skadimit të afatit fundit, kemi pa një angazhim pak më serioz, cili ishte i dështuar qysh në krye të hershme mendoj. Kështu që problemi është që ne pasojat veç po i vuajmë, jo vetëm çka do të vuajmë, mirë po i kemi vuajtur edhe vitin e kaluar. Po i vuajmë tash, do t'i vuajmë edhe më shumë edhe gjatë këtij viti. Mendoj që në disa studio dhe vitin e kaluar, disare kanë përmend që kriza e vitit kaluar ka qenë nevojë në krahasim me krizën që do të na vijë në kohën kur do të zgjidhet presidenti. Edhe unë kam frikë që ndoshta kriza që na pason, që do të na pasoj pas zgjedhjeve qershorore do të jetë edhe më e rëndë se kjo tash. Pasi që eventualisht mund të kemi ndryshime të numrave, mirë po prap do të jemi në një pat pozicion ku duhet të arrihet një marrëveshje me Ose ndryshime të numrave, po jo të radhitjes. Radhitje, dyshoj, eventualisht nëse ndryshon një dyti me tretin, mirë po e para mendoj që është e pakontestueshme prap. Është diçka që tashmë 6 vite ndodh në vendin tonë ku e dim kush është fituesi, pikpyetja vetëm është cila do të jenë numrat. Mendoj që do të jetë thuajse e pamundur që të krijohet eventualisht një blok opozitar i cili do të siguronte më shumë se 2/3 të kuvend pas qershorit. Mendoj që ai është plani, mirë po sa është i zbatueshëm dhe i realizueshëm është një pikpyetje tjetër. Dhe mbetet të shihet,